Tani, unë jam plotësisht dakord me shqetësimet që ngrihen për t'ju gjendur pranë banorëve, bujqve të prekur nga fenomenet natyrore, qofshin përmbytjet, qofshin ngricat. Jam informuar, sikur se të gjithë jemi informuar që qoftë qeveria qendrore, qoftë ato vendore, po bëjnë vlerësimin kudo në territor të këtyre dëmeve, por sa i përket aktit normativ të cilin po shqyrtojmë, besoj që e dim të gjithë, akti normativ nuk mund të ndryshohet dot sot. Ai o miratohet, o gëzohet. Amendamente mbi aktin nuk bëjmë dot, kështu që ju falenderoj dhe e vlerësoj shumë shqetësimin që ngriti kolegu im, antari grupit tim parlamentar Braçi. S'ka replik me replik, zoti Braçi. Për çfarë është procedurë, urdhroni. Thash që amendamenti që u rrëzua me vot 4 javë më përpara, 5 javë më përpara, është sjell nga qeveria me akt. Kaq. Dhe pyeta si duhet votoj unë. Atëherë votova pro, të gjithë votuan kundër, sot çfarë duhet bëhet? Votoj kundër? Kjo është e para. E dyta që është shumë e rëndësishme, në qoftë se nga 30 miliard që është deficiti pa realizuar, këtë thash, dhe ky është veprim kontabël në qeveri, dhe natyrisht orientim më mirë, me thënë, në qoftë se nga 30 miliard lek që mbeten pa shpenzuar, 15 miliard lek do të shkojnë në llogarinë në Bankën e Shqipërisë për pensionet, 15 të tjera të përdoren për të shlyer bujqit. Bujqit është një ekonomi e tërë e dëmtuar, që nuk mund vazhdoj më tutje pa para. Kaq ju thash, për një dynym janë 12.500.000 lek dëm për një dynym. Llogariteni vetë se sa toka dhe sa sera janë përmbytur. Faleminderit. Faleminderit. Një sqarim nga zoti Malaj, Ministri i Financave. Nderuar deputeti Braçi, siç e sqaruam edhe në Komisionin e Ekonomisë, pjesa e papërdorur e fondeve, e cila do të kalojë në llogarinë e pensionistëve, është minimalisht 15 miliard lek. Pra, çdo vlerë e kursyer, e cila nuk do të shpenzohet me buxhetin e vitit 2025, do të kalojë në këtë llogari. Pra, në qoftë se do të jenë 30 miliard të pashpenzuara, do të kalojë 30 miliard që i pashpenzuar pranë llogarisë së pensionistëve. Faleminderit, fjalën e ka zonja Tabaku, përgatitet zoti Ardit Bido. Nderuar zoti kryetar, të nderuar koleg, kam folur boll herë për aktin normativ, në fakt nuk sjell absolutisht asgjë të re dhe nuk ka asnjë ndryshim akti normativ përveç atyre 70 milionë eurove që thanë që s'doja paguanin beketit, po janë duke paguar beketit, po nga buxheti i shtetit. Kështu që unë, nëse më lejon kolegët, dua të flas për një gjë shumë të rëndësishme që lidhet me buxhetin dhe nga ana tjetër lidhet edhe me luftën ndaj korrupsionit. Në shtator të vitit 2025, nga kjo foltore, kryeministri u shfaq para shqiptarëve me premtimin e radhës të revolucionit digital. Na foli për një qeveri që funksiononte me inteligjencë, me shpejtësi, pa burokraci. Sot jemi në janar të 2026-s, kanë kaluar vetëm pak muaj dhe kjo flluzka jo vetëm që plasi, po qel berë. Ajo që u nis si shteti digital sot është demashtruar thjesht si një skem financiare, gllabëruese, por edhe kriminale. Historia e Akshit është kronika një dështimi të paralajmëruar. U detyrua çdo ministri, çdo agjenci, madje u tentua që tuleshin në gjunjë edhe banka dhe sistemi bankar që të vendoseshin në një prizë të vetme. E gjitha kjo me një filozofi të qartë, për t'ia dorëzuar zyrat e të gjithë këtij sistemi, zyrës atij që jepte koncesionet në hije, në fakt, tek Akshi Ergys Agasit. Dhe për ta bërë këtë, e armatosën Akshin me një buxhet të jashtëzakonshëm. Shifrat flasin vetë, janë kokëforta. Buxheti është rritur me 6 herë, duke shkuar në 200 milionë euro vetëm vitin e fundit. Në 4 vitet që u mbyllën janë shpenzuar gjysmë miliard euro nga taksat e qytetarëve shqiptar. Po për çfarë u shpenzuan këto para? Për tendera sekret,
për koncesione copy-paste, jo vetëm kaq. Këto shkuan për të ushqyer një skem kriminale me projekte ku vendoseshin në zyrat e bizneseve private, ku rriteshin vlera disa fish, ku fituesit paracaktoheshin dhe shërbimi sot nuk ekziston. Dje praktikisht u pranua edhe nga zyrtarët e shtetit që kanë ngritur duart dhe bizneset janë lënë në mëshirë, i gjithë sistemi është në kolaps. Të gjithë e dim dhe është koha që ta themi troç, edhe të majt, edhe djath, se milionat e eurosh nuk janë harxuar e menaxhuar nga inxhinierët. Ato janë menaxhuar nga zyra private, atij që njihet si zëvendës kryeministrin Hije, e atij që ka marrë vendime për të gjithë tendrat e Akshit, ai që me bekimin e plot kryeministrit ka vendosur kush fiton tenderin, si shpërndahet parat, e kjo qeverisje digjitale është kthyer në një feudalizëm elektronik. Rezultati sigurisht është një sistem qesharak. I Albania, krenaria e qeverisë, prej javësh lëngon, është një projekt në letër, është jashtë shërbimi. Sot biznesi shqiptar është në kaos. Bizneset e vogla nuk bëjnë dot bilancet, nuk lëshojnë dot fatura, nuk rinovojnë dot certifikatat e fiskalizimit. Imagjinoni një sipërmarrës të vogël që gjithë ditën rropatet për të paguar taksat edhe të rritura dhe në fund ditës rrezikon gjobën ose mbylljen, sepse sistemi 500 milion euro i qeverisë shqiptare nuk funksionon, ka rënë. E çfarë bën Akshi? Asnjë njoftim, asnjë ndjes. Po do t'i paguaj në një kohë të dytë, thot qeveria shqiptare, sepse për ju qytetari është vetëm pagus, nuk përfiton asgjë. Por paradoksi nuk përfundon këtu. Në çdo vend normal të botës, kur investon në teknologji, administrata duhet ishte reduktuar. Kompjuteri duhet kishte zëvendësuar punonjësin, ndërkohë që vetëm në rilindje ndodh absurdi ekonomik. Rritet buxheti për digitalizim rekord, rritet numri i administratës me 20.000 punonjës, duke e çuar atë në 184.000 punonjës. Rriten shpenzimet për paga me pothuajse 80%. Së bashku, administrata elektorale dhe tendrat e Akshit sot marrin 20% të buxhetit. Arsimi mbetet përsëri thrime. Kjo tregon se qëllimi nuk është modernizimi. Qëllimi është o punësimi o pasurimi i klientëve. Kompanitë IT-s që janë kontraktuar, janë thjesht një mirazh. Aty janë kot, janë vetëm për të dhënë kode, janë vetëm për të fshehur gjurmët e korrupsionit. Po diella, ajo kujtohet diella, simboli i fushatës, inteligjenca artificiale që do na çonte në Europë. Ku është sot ajo? Pse është dukur? Pse është fikur? Pse çdo sistem i qeverisë sot nuk funksionon? Nuk e zën më ngoj askush. Inxhinieria në fakt është shkencë, nuk është propagandë, dhe për këtë arsye sigurisht që mashtrimi do dilte një ditë. Avatari bukur nga jashtë, por bosh nga brenda. Të nderuar kolegë, ky dështim i digitalizimit sigurisht që nuk është izoluar. Ai është simptomi një sëmundje të rëndë, i mungesës totale të përgjegjësisë. I faktit që sot çdo gjë, ashtu siç është Akshi, ashtu siç është Ministria e Industrisë, ashtu siç jepen koncesionet nga balluku, ashtu siç jepet çdo tender në këtë qeveri, sot faktikisht funksionon edhe me sistemet e teknologjisë së informacionit. Një shtet që nuk mban dot në këmbë një faqe interneti, si mund të presim që të na mbrojë ne nga fatkeqësitë natyrore? Si mund të kemi ne besim tek emergjencat civile kur nuk menaxhohet dot një server? Kultura e pandëshkueshmërisë që është mbjellë tek Akshi, sistemi që është ngritur atje ka infektuar çdo qeliz. Është parë se si pas çdo përmbytje, pas çdo zjarri ose mbas çdo tërmeti bëhet e njëjta gjë, konferenca për shtyp, premtime, mësime të nxjera e pastaj harres. Shqipëria sot është në nivelin më të ulët në Europë në 1% të produktit brendshëm bruto për sa i përket sigurimeve. Dhe pse? Se qytetari e di se rregullat nuk funksionojnë, sepse rreziku sot fatkeqësisht ka zënë rrënjë në çdo institucion. Fatkeqësisht është privatizuar fitimi për çdo biznes, vetëm ato që do qeveria. Kur ndodh fatkeqësia, përsëri duart tek buxheti i shtetit, përsëri duart tek xhepat e qytetarëve për të bërë qoka elektorale. Ky është degradimi i qeverisjes që është reflektuar kudo. E mora si shembull për mbytyjet, meqense ishte diskutim pak më parë, por për ta përfunduar e për ta mbyllur me Akshin, kjo tregon edhe mënyrën dhe fytyrën e një shteti që sot nuk ekziston më. Inxhinieria e Akshit dështoi sepse u ndërtua pikërisht bazuar mbi vjedhjen, por un kam një lajm fakt që
sot besoj për këdo, në radhë parë për bizneset që janë lënë atje në mëshirë të fatit, është e qartë. Nuk ka më për askënd asnjë justifikim, nuk ka më për askënd asnjë fshehje që sot buxheti i shtetit nuk është më buxheti i qytetarëve shqiptar. Është buxheti i pakicës, është buxheti i tenderave. E kjo nuk është më qeveria e qytetarëve shqiptar. Kjo është përveç se qeverisë të pandeurve edhe qeveria e prokurimeve, që tek akshi reflektohet më së miri. Për këtë arsye, besoj që është e qartë për të gjithë që vota opozitës për këtë akt normativ, po edhe për çdo ndryshim buxheti që vjen me të njëjtën frym, do të jetë kundër. Faleminderit. Faleminderit, fjalën e ka zoti Ardit, po. Ndjes, Ministri Ibrahimaj, Delina Ibrahimaj, një ndërhyrje. Të bëja një sqarim për qytetarët, që të hedhësh balë të shumë kollaj, është shumë kollaj të shash, është shumë kollaj të flasësh pa baza, po në fakt e vërteta është që shërbimet digjitale, për shërbimet digjitale Shqipëria është vlerësuar jo nga unë, jo nga kjo qeveri, po nga institucione ndërkombëtare. Ne jemi